Në qytetin e Lushnjës, në sallën e bibliotekës së qytetit, e shtuna mblodhi bashkë poet të shumtë në një konkurs poetik kushtuar poezisë lushnjare. Aktiviteti u organizua nga lidhja e shkremtarëve dhe artistëve, një ngjarje që mungonte prej vitesh në jetën kulturore të qytetit, por që rikthehet si një fest për artin, qytetin dhe krijuesit lokal. Pjesë e këtij eventi u bën poetë të rinj dhe të afirmuar nga breza të ndryshëm, të cilët sollën për lexuesin lushnjar krijimet e tyre më të reja. Konkursi u organizua në drejtimin e zonjës Emine Boriçi, në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë, me mbështetjen e posaçme të kryetares së bashkisë zonjës Eriselda Sefa, si dhe qendrës së artit Vaçe Zela dhe bibliotekës së qytetit. Në këtë konkurs morën pjesë 35 poetë, ndër të cilët 10 ishin poetë të rinj, krijimet e të cilëve u përzgjodhen dhe u vlerësuan nga një juri profesionale, e cila ndau çmime për më të mirët në disa kategori. Risia e këtij konkursi ishte përqendrimi te talentet e reja, duke nxitur dhe vlerësuar vazhdimsinë e poezisë lushnjare. Aktiviteti nisi në moderimin e Franz Nushit, i cili falenderoi pjesëmarrësit për praninë dhe kontributin e tyre në një konkurs që synon të rikthejë vëmendjen te poezia si vlerë kulturore. Të pranishëm ishin emra të njohur të letërsisë lokale si Ali Haka, Xhemal Nezha, Elona Tabaku, Erida Mhilli e të tjerë. Konkursi nisi me poezitë e poetëve të rinj, të cilët sollën emocion dhe përkushtim në krijimet e tyre. Fjalën përshëndetse e mbajti kryetaria e bashkisë zonja Eriselda Sefa, e cila theksoi rëndësinë e këtij rikthimi letrar për qytetin dhe vlerësoi përpjekjen për të ruajtur dhe zhvilluar kulturën lokale. Ti uroj mirëseardhje në Lushnjën tonë dy profesorëve të nderuar nga Struga, por edhe nga Prishtina. Është vërtet kënaqësi që jam pjesë e këtij aktiviteti, por patjetër që t'jem edhe midis njerëzve intelektual, krijues të qytetit të Lushnjës. Kur Emineja më prezantoi disa muaj më parë projektin, patjetër që e mirëprita me shumë kënaqësi, sepse nuk ka më mirë se sa të promovosh talentet e reja krijuese dhe ku më mirë mund ndodhte se sa në Lushnjë, ku profesor Agimi i bëri një përshkrim shumë të bukur se sa me fat jemi ne në Lushnjë që jemi të begat në të gjitha fushat. Unë doja të uroja shumë suksese të gjithë të rinjve që u bën pjesë e këtij aktiviteti. Pas kësaj u prezantuan poezitë e poetëve më të njohur të qytetit, të interpretuar nga nxënës të shkollave të Lushnjës. Poezitë kishin në qendër dashurinë për Adeon, historinë dhe jetën të shoqëruara me muzikë live dhe violinë, çka shtojnë ndjeshmërinë e atmosferës poetike. Juria e përbërë nga 3 antarë, drejtuar nga profesor doktor Agim Vinca, vlerësoi me 3 çmime kryesore krijimet më të spikatura. Profesor Vinca theksoi se çdo poet kishte sjellë shpirtin e tij në vargjet e prezantuara, duke e kthyer këtë konkurs në një ngjarje të paharrueshme. Në mbyllje të aktivitetit, poeti Haka u shpreh për rëndësinë e konkursit si një nga mundësitë për të ruajtur dhe përçuar trashëgiminë letrare në breza. Me thënë të drejtën, për mua ishte një surprizë kjo. As e mendoja kurrë se do të ishte në këtë nivel ky konkurs. Dhe ky konkurs vlen më shumë, domethënë, se sa këto punët e vogla që neve kemi në përduar. Kjo na ka vënë një fuqi jashtëzakonisht të madhe morale. Dhe ne do të vazhdojmë më tej punën tonë që ta kenë brezat pasurinë e tyre. Kryetaria e lidhjes së shkrimtarëve të artistëve të qytetit të Lushnjës, Emine Boriçi, mes emocionesh shprehu atë çka Lushnja dhe poezia kanë sjellë për letërsinë shqiptare. Unë falenderoj njëherë pjesën e të Apollonit, realisht eleganca e aktivitetit u pa. Pikëtimi më i madh që unë doja të ndalesha ishte tek poetët e rinj, sigurisht edhe tek poetët e evidentuar që janë poetët lushnjar. Poetët e rinj vinë si një shtys për të kaluar ose për të përcjellë një zë të ri lushnjar, për të cilën ata do jenë zëri eventual më vonë. Unë uroj të gjithë suksese pjesës së poetëve të rinj dhe fakti që ne ndam 2 çmime inkurajuese ishte për vetë faktin që ata të ndjehen zëri lushnjar dhe ta vazhdojnë për të tillë. A do jenë në vazhdimsi me vite këto aktivitete që organizuar sot? Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve Lushnje sot kalon në një datë tradicionale, pra çdo vit në muajin maj, ne do vim me konkursin poetik Ngjyra në Vargje.